nisi si një ide që do hapim një farmaci dhe do mbështeteshim vetëm te një farmaci, por më pas duke vazhduar rrugëtimin, duke ecur të gjithë përpara bashkarisht, jemi munduar që të punojmë të gjithë për për të njëjtën arsye dhe avash kemi krijuar një standard, një emër. Sigurisht farmacistët roli janë baza e farmacisë, sado që mund të ketë një ekonomist të mirë apo sado mund të ketë dikë tjetër. Pra farmacisti është baza e farmacisë. Për mua është shumë e lehtë që të punoj me farmacistë, për shkak të backgroundit të tyre, domethënë kam bërë 5 vjet shkollë, e kupton, dhe kur vjen ti nuk i shpjegon dot rregullin e treshit, sepse rregulli i treshit fillon të tjerët, kurse farmacisti ka një bazë të krijuar, ka një dije të formora, të cilët ti shumë thjesht mund të shpjegosh dhe mund të punosh dhe ata mund të mësohen me idet e ekonomistit, të menaxherit, të shefës dhe mund të përshtaten me çdo lloj situate. Dua të mbroj pak rolin e farmacistit në fakt. Nuk është se po i kthej në një nder në një gjë, thjesht dua të them që realisht farmacisti është i përballur me shumë çka në farmaci, domethënë nuk është roli vetëm roli farmacistit, është dhe roli informuesit, është dhe roli ekonomistit, është dhe roli i ngritjes së mallit, të inventarizimit, të sistemimit, të çdo lloj gjë që ka lidhje me farmacinë. Dhe për këtë arsye unë edhe për mirëkuptimin që farmacistët kanë pasur, në gjithë punën që kanë, të vështirë dhe ngarkesën që kanë, unë realisht dua një dotrokitje nga vetë farmacistët për farmacistët. Dhe jo vetëm për farmacistët e farmacistit, edhe për gjithë farmacistët që janë në gjithë Shqipërinë, të cilët bëjnë një punë heroike, një punë e cila të përballë me shumë nerva, të përballë me shumë persona, të përballë me shumë individ, si të mund të jenë dhe problematik, por ata kanë kurajo të përballen me çdo lloj situate.